ka edhe rrogën më të madhe, edhe gjipat zi edhe këshilltarët ka numër më të madh, por sistemin tonë kushtetues, funksioni i kryetarit të kuvendit nuk është që ka ndonjëfar pozicion të rëndësishëm në çështjen e menaxhimit të shtetit. Edhe mu po duket ashtu, po apo ju duket edhe juve? Vendimmarrja si kryetari i kuvendit. Momentumi e bën më të rëndësishëm. Këtë që e tha profa. Domethënë me këtë konstelacion edhe me këtë polarizim të skenës politike. A bën kështu me të pyet, kryetari i kuvendit, a ka më shumë gjipat zi këshilltar për dijema se sa ministri? Po, se sa ministri po. Se sa ministri po. Ka edhe rrogën më të madhe, edhe gjipat zi edhe këshilltarët ka numër më të madh, por pushtet ka më pak. Ai realisht e menaxhon e udhëheq seancën, e udhëheq edhe seancat përkatësisht Se Glau Augusti spidan çto privilegje mo? Sigurisht do shta i duket e pamjaftueshme dhe don më tepër rol në fushën e ekzekutivit, po supozoj, me që diçka që e ka karakterizuar prej 9 shkurtit e klina këtë proces përgjithësisht ka qenë mungesa e transparencës totale në drejtim të opinionit publik dhe që se janë ka që jo transparent, atëherë na jepet mundësia ndoshta edhe me aludu edhe me supozu. Po vetëm desha të shtoj këtë çështjen e kryetarit dhe pse mendoj që insistohet. Fakti që tash edhe pak kohë kemi me shku në proces zgjador për presidentin, edhe gjykata kushtetuese e ka normu si të detyrueshme prezencën e së pakut të deputetëve në sallën e 2 raundet e para kur votohet presidenti, atëherë e ka bën të domosdoshme një konsensus i cili natyrisht që vështirë është i arritshëm për gjarzat e një numra lere më për të 10, prandaj shprehtohet mundësia që në rast se jo më pak, së paku një 6 muaj me pas, kryetarin e kuvendit ushtrues detyrat e institucionit të presidentit, prandaj e bën edhe më të rëndësishëm insistimin